Në kuadër të festave të nëntorit edhe Teatri Operës dhe Baletit ka organizuar evente në të cilat do të performojnë këngë patriotike shqiptare. Ky koncert i dedikohet festës shkronjave ose më ndryshe kongresit famshëm të manastirit, ku përcaktua, siç e dim, dhe alfabeti shqip. Dirigjenti Edmond Doko pohon se koncerti përkujton dhe themelimin e alfabetit shqip dhe kongresit të manastirit të nëntorit të vitit 1908, ndaj dhe mesazhi që ai përcjell është i qartë. Të kujtojmë dhe të këndojmë gjithë bashku e para shqip, sepse programi është një program tërësisht shqiptar, edhe një program i një uniteti mbarkombëtar që promovon gjuhën tonë të përbashkët, zakonet tonë të përbashkët, por dhe tingujt tonë të përbashkët. Këngët e kompozitorëve si Avni Mula, Çezg Zadea, Feimi Ibrahimi e të tjerë do të vinte interpretuara nga solistët e top, si Eva Kolemi, Armando Likaj, Bikina Kamenica, si dhe orkestra e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Koncerti do të mbahet në Teatrin e Operës dhe Baletit në 19 nëntor, në orën 19, si dhe në manastir në datën 22 nëntor.